desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire with that. Wings, with the new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Triksat kuptuan se fuqia e flakës së Targoit s'është brenda unazës së stelës. Gjithsesi, Wingsat e morën sërish unazën pasi misionit të vështirë në kullën e reve, bashkë me ndihmën e një zëri misterioz që i foli Bloomit. Ndërsa në Alfea, Faragonda i ndërshkon rënd duke u hequr fuqitë e tyre. Hyrja juaj në kullën e reve ishte shumë e pa edukat, zonjusha. E vut veten në rrezik. Kjo është arsyeja që ju kanë hequr fuqitë. Është një dënim i mjaftueshëm. Edhe pse për mua nuk është se mjafton. Që ta mbani mend mirë këtë mësim, do të kaloni gjithë ditën në shkollë dhe do të pastroni kështjellën nga fillimi deri në fund. Gjithë kështjellën? Jo, vetëm shkallët, korridoret, klasat dhe banjat. S'qen ke gjë atëherë. Mendova se do të shkonte më keq. Me që për momenti nuk keni të drejtë të përdorni magjin tuaj, këto janë mjetet tuaja të punës. Ç'objekti i çuditshëm. Ta shikojmë ç'thot kompjuteri im për këtë. Oh, edhe diçka tjetër. Nuk lejohen pajisjet elektronike. Kjo po që më shqetëson. Po, duket. Lajmi keq duket që të mërziti. Nga standardet e Teknës po tregon shumë emocione e dashur. E di, që kur jam takuar me ju, vajza e humbas lehtë kontrollin. S'ishte shaka, ishte thjesht një opinion. Zonjusha të nderuara. Qetësi. Nesër do të bëj një inspektim. Më mirë që gjithçka të jetë e pastër. Nuk është e vështirë të përdorësh fshesën. Do të ta tregoj unë si përdoret. Jam e sigurt se di ti përdor këto elemente primitiv. A je sigurt? Patjetër. Vërtet je sigurt se nuk e nevojë për ndihmë? Hë? Di si t'ja dal, Flora, mos u shqetëso për mua. Shikon? Në fakt e shoh. Më duket se bëra gabim. Po tani dëshiron të ndihmoj? Mezi pres të mbarojmë. Po, do të kishim mbaruar më shpejt nëse njëra do të na kishte ndihmuar. Po ne ram dakord se dyshemet do t'i pastrojë ti. Ju të dyja ra dakord. Ej, mos doni të thyej ndonjë thua? S'ke pse përdor duart, por një leck. Do të më bëhen fluska. Vish dorashka. Llastiku më bën keq për lëkurën. Dakord, ju të dyja nuk më lini asnjë zgjidhje tjetër. S'është e drejtë. S'ke pse bën punën e Stelës. E po me që e keme ka qef, vazhdo tjetër. Hej! Çfarë po thoshe, Stela? Kjo që e bukur Blum. Më duket se kam edhe për ty, ë? Çfarë ka ndodhur këtu? Tornado? Sa po përfundoi një betejë fortë dhe fituesja isha vet. Gënjeshtare. Unë fitova. Çfarë lëmshi? S'do ta mbarojmë kurrë këtë pjesë. Ashtu them edhe unë. Jo. Erdha t'ju lajmëroj se sonte në mbrëmje në auditorin magjik
Do të bëhet një koncert që do ta ndjek gjithë Alfea. Bukur, më pëlqejnë koncertet. Gjithsesi, ju të pesta nuk do ta shikoni. Nuk keni mbaruar ende me pastrimin. jo! Kthejuni punës. E po, tani ikën të gjithë. Gjithë një mërzitem kur shkolla është bosh. Hej, po si kur të themi djemve të bashkojnë me ne. Po, pse jo? Pastaj kur të na kapin do të na dënojnë në përjetësi. Mua më duket ide shumë e mirë. Sigurisht ata do të na ndihmojnë edhe me Po, pastrimin. por është një mashtrim, apo jo? Grizelda tha se s'ka magji dhe pajisje elektronike. Nuk I përmendi njerëzit. Oh, sigurisht. Kur të mbarojmë me pastrimin, mund të bëjmë një festë të këndshme. Është një ide mrekullueshme. Me zi po pres. Së vonuat fare, sa mirë që po ju takoj. Po ti e di si jeni. Kur bëhet fjalë për festë, specialistët e marrin seriozisht punën. Sto t'i lëm t'ja hedhi me këtë gjë. Wingsa do të na e paguajnë që guxuan të hyjnë në kullën e reve. Do të shkatrojmë Alfean e tyre të dashur. Ky po që do të jetë një mësim I mirë. Zanat duhet ta kuptojnë se duhet të rinë larg terrenit ton. Si u rren kaq shumë? Fundja zanat si janë dhash të liga. Kush është kjo e pacipa që sapo foli? Doja të thosha se ndoshta është më mirë të shkoj më mirë me njëra tjetrën. Ja çfarë doja të thoja. Po sigurisht. E dëgjuat vajza, Marta do të bëhet shoqe me zanat. Kjo po që është e çuditshme. Mos do edhe pak plur zane në supën tonë tani? Se nuk e qep gojën, moj vajz. Mirë, mjaft me kaq. Ç'është ky lëmsh? Zgjeni dot mënyra të tjera për t'u argëtuar? Mbaroni së ngroni dhe shkoni në dhomat tuaja. Sonte s'do të ketë asnjë argëtim. Ta bëjmë sonte, ndërkohë që zanat dhe mësueset e tyre janë në koncert. S'është e vështirë, vetëm bëje kështu. Pastro, shtrydhe dhe thaje. Dhe më pas... A nuk duhet të ishte duke u bërë një festë tani? Festa do të filloj sapo këtu të mbaroj pastrimi. Urdhëro. Merë edhe ti? Do të punoj më mirë me pak muzikë. Të gjithë bashkë tani. Pastro, shtrydh, thaj. Pastro, shtrydh, thaj. Pastro, shtrydh, thaj. Ndjej ritmin, përvisi mangët. Pastro, shtrydh, thaj. Më duket se shkoj mirë, apo jo? Që të shke me të, zbulova se princi Sky është tamam një burr për shtëpi, po ty me Brendonin si po të shkon këto kohë? Asgjë, me të vërtet. Gënjeshtare, bëhesh tjetër sa të afrohet. Ej, kjo është koha e përsosur për t'ju afruar. Hej,
Po ju sikur thatë se shkolla do t'ishte bosh. A? Wingsat. Nuk do që të kërcesh Tekna? Jo, nuk më pëlqen. Nuk ndihem mirë, ndihem pak çuditshëm. Ha, kjo na bën të jemi njësoj Tekna. As mua nuk më pëlqen. Timi, ha? Ti që sharak dukesh dhe kur je duke ndenjur dhe s'bën asgjë. Ajo nuk është keq apo jo? Më mirë se disa të tjerë këtu. Goxha afër. Vetëm për kaq kishim nevojë. Ka shumë njerëz. Kthehemi në kullën e reve. Jo, motra, kam një parandjenjë. Le të bëjmë magjinë e vakumeve. Vakumeve? Se janë krijuar për të gjetur dhe ruajtur energjinë mistike më të fuqishme. Ndjej se energjia që kërkojmë është diku në shkollë, ndoshta e fshehur diku në ndonjë cep. Sigurisht në unazën e Solarias nuk ishte, dhe pse duhet i përkiste njërës prej zanave? Në fakt, familja mbretërore i përkiste urdhrit të zanave. Ide fantastike, Ajsi. Idet e mia janë gjithnjë fantastike. Vakumet do të na çojnë te fuqia. Wings! Nuk i kemi problem, Wingsat. Gjithsesi, kam një ide që do t'i nxjerr jashtë loje. Ky është vendi. Gati, motra? Elevat onum inabat. Ercat sorenum. Ignare sabat. Alfea devastat in lamine e piantum. Motra, ju prezantoj shikulluesin. Sa keqe kjo fest nuk mund të zgjas për gjithmonë. Ndoshta jo për gjithmonë, por shpresoja të zgjaste të paktën deri në mëngjes. Në rregull, vetëm të mos bëjmë pistë. Stomaku ju të bën kaq zhurmë? Do të hash ndonjë gjë? Jo, por kam paketje. Madhëri, mos jeni nervoz. Jo, unë jam shumë i qetë, por shkolla që po dritet. Mos është tërmet? Po vjen nga brenda. Jo, nga jashtë. Ndoshta ndonjë nga shoqet tona të klasës ka lënë televizorin me zë të lartë. Shikoni. Ndoshta jo. Çfarë lloj krijese mund ta shkaktoj këtë lloj shkatrimi? Një krijesë e madhe dhe e rëndë. O, vërtet? S'kisha për ta gjetur kur. Është e gjatë 2 metra e gjysmë dhe peshon gati 1 ton. Është me gzof ose me qime. Ka brirë dhe shumë putra dhe krah. Mban ermyk. Ka më mirë se kaq. Mirja për tek. Në rregull, kaq ishte. Çfarë po presim? Le të ikim. Prisni djema, do të vijmë edhe ne. Ejani. Rini aty ku jeni, zana të vogla. Nuk është punë për ju kjo. Kush e tha? Vakumet po shkojnë këtej. Ndaluan. Kuak! Kushta, kuak? Mami! Na kanë ndjekur deri këtu. E pa besueshme. Mirë, ikim. Se s'na ndes pak dritën, Timi. Në çast. Ai ka shkuar nga Joan. Asnjë gjë, ë? Ndoshta u largua. Ndoshta ka qenë thjesht një kafshë egër. Ose ndonjë nga krimet e çmendura të profesor Whiskys. Unë do të thoja që është një krijesë e pist. Kalojmë këtej. Prit një sekond, në këtë korridor s'ka pasur mur.
Qënka, ke për ta parë tani. Stella, nuk kemi fuqi. Përbindesh Nga kjo anë. Forza! Shikojeni, po mundohet dhe është gjithë djers. Kutër boner, kjo do të në ndihmoj pak. Bukur Stella, tani e nervoze më shumë. Mjaft me kaq e gërsir, vete kërkove. Vajza, mund të uleni dhe të qetësoheni. Keni për ta shtrydhur fare. Tani, kjo është festa ime. Hajde e kapim së bashku. Ti duhet të shqetësohesh për princin tënd, djalosh. Forca djema Specialista në sulm. Ky është sulmi im. Interesante. Ky djalë ka një forcë negative shumë të fortë, gati në një nivel me princin e errësirës. Ç'mendoni? Them se është një tjetër idiot me të cilin po humbasim kohë. Unë mendoj se mund të na hyjë në punë. Ende jo, flasim më vonë për të. Tani duhet të bëjmë diçka. Përbind që po i mund të gjithë. Nuk kemi as me çfarë ti luftojmë. Shikoni se çfarë gjeta. Ej, më duket se më lindi një ide. Hej, përbindësh! Jemi këtu. A jeni gati? Që shkeme të? Shëmtaraqe dhe i frikshëm. Gati e munda. Të them të drejtën, tani do doja shumë të dija se nga doli një gjë e tillë. Po ai është Pepe, është rësaku i Ajsit. Ai nuk mund të ketë ardhur vetëm deri këtu. Mendoj se kjo është një dhuratë nga Trixat. Le të shkojmë në zyrën e Faragondës. Me topin e saj të kristal do të mund të kontrollonim të gjithë shkollën, apo nuk mendoni kështu? Nuk është e drejtë. Nuk mund të shkojmë në zyrën e Faragondës nëse ajo s'është aty. E vërtet, është kundër rregullave. Po, por duhet ta zgjidhim këtë mister për të mirën tonë dhe të gjithë Alfeas. Ja ku jemi pra. Ky është momenti i së vërtetës. Është dikush këtu brenda. E dija. Çfarë do të bëjmë? Le të fshihemi. Kjo është e çuditshme. Vakumi tregon qartë se fuqia e dragojit fshihet në këtë dhomë, por nuk shikoj asgjë. Duhet ta spastrojmë vendin dhe të rrëmojmë në çdo cep derisa të gjejmë ato që duam. Ne nuk do t'ju lejojmë. Çfarë doni ju këtu? Jo, ju çfarë doni këtu? Të njëjtën pyetje do t'ju bëja dhe unë. Deri pak momente më parë, unë mendoja se kjo ishte zyra ime. Ndoshta nuk do ta besoni, por do t'ju shpjegoj më një herë. Pra, faleminderit për gjithçka, Brendo. Ishte një mbrëmje që nuk kam për të harruar let. Afro pak.
Një fest për të mos u harruar. Po, dhe radhës tjetër kur të bëni ndonjë fest, mos e merrni mundimin të më ftoni, mirë? Oh, Griselda, më kujto t'i dërgoj drejtorit Saladin një letër falenderimi për ndihmën që na dhanë studentët e tij. Sa për ju 3 shtrigat e reja, do ta diskutoj çështjen tuaj me drejtoreshën Griffin. Sjellja juaj sonte ishte krejtësisht e papranueshme dhe unë nuk e toleroj këtë gjë. Nesër në mëngjes, ajo do të marrë prej meje një ankesë formale. Kur s'kam parë një mungesë respekti të tillë, besoj se do të ndëshkoheni sipas rastit. Mirupafshim, vajza. Dhe tani, është radha juaj. Tani, e analizova gjithë situatën dhe kështu vendosa të mos ju dënoj. Wow! Ngjarjet e sotme treguan se mund t'i manovroni situatat me inteligjencë, me kreativitet dhe pa magji. Do t'ju akthej fuqitë tuaja. Besoj se mjaft zgjati dënimi juaj. Vajzat e mia të dashura, keni një rrugë të gjatë për të bërë dhe shumë pengesa për të kaluar, por një ditë do të bëheni zana të vërteta. Nesër trëndafilat do të çelin. Ku i dihet? Ndoshta një ditë do të lulëzoni edhe ju. Në episodin e ardhshëm, për festivalin e trëndafil do të bëhen shumë aktivitete, por më në fund ka ardhur koha për një pushim në shtëpi. Muza do të qëndrojnë në Alfeja me kujtimet e saj. Blum dhe Stella do të marrin pjesë në një garë me motor me djemtë e Shatërvanit kuq, por Triksat po presin mundësinë për të përfituar nga kjo situatë. We're the girls of the Wings Club. We're the strength held now, hearts will beat as one. Yes, that's us. We're the good, the marvelous Wings Club. Wings Club, energy. The wings walk under the sign of the wings. Wings Club. Wings Club. We're the girls of the Wings Club. We're all tied to the same fate. Together we're the girls, the wonder girl that's us, the girls of